Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Reagon e tronditur Arbana Osmani pas lajmit tragjik se Shpat Kasapi ka ndërruar jetë. Lajmi për vdekjen e papritur të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi ka tronditur botën e artit dhe publikun shqiptar mëngjesin e sotëm. Artisti nga Tetova u nda nga jeta tragjikisht si pasojë një ataku kardiak. Mes reagimeve të shumta të kolegëve dhe miqve, moderatorja Arbana Osmani ka shprehur dhimbjen e saj publike përmes një postimi prekës në rrjetet sociale. Ajo ka kujtuar bashkëpunimet e hershme me këngëtarin, duke u kthyer pas në kohë në vitet e arta të festivaleve muzikore. Në postimin e saj krahas foto të artistit, Arbana shkruan: "Shumë i dhimbshëm lajmi për largimin e parakohshëm nga jeta të Shpat Kasapit, me të cilin kam pasur fatin të punoj më shumë se 20 vite më parë në Top Fest dhe taftoj në skenë me 10 herë. Faleminderit për muzikën, energjinë dhe buzëqeshjet e pakursyera që na ke dhuruar Shpat. U presh në paqe." Ky mesazh i ndjerë i moderatores tregon vlerësimin dhe respektin për artistin që la gjurmë në skenën shqiptare me hitet e tij të paharrueshme dhe energjinë pozitive.